Dritan, sot paradite Vladimir Putin në një, le të themi, emision sqaroi pak a shumë realitetin e luftimeve në terren, foli për marrjen e Krasnoarmjeskit dhe Krasni Liman, foli për një avancim, le të themi, për mos u futur kështu në detaje të fortë. Dhe kjo është një nga hartat që kam përzgjedhur pak a shumë për të kuptuar se çfarë po ndodh. Si është situata në terren aktualisht? Situata në terren nuk ka ndryshuar, pra është në favor të rusëve. Ata vazhdojnë të kenë iniciativën strategjike, operacionale dhe taktike në të gjithë vijin e frontit për 1300 kilometrash. Vija e frontit e cila ka filluar të ngushtohet për arsye se marrja e këtyre qyteteve, pra Krasnomajerski, që rusët thonë Krasnomajersk, kurse ukrainës të quajnë Pokrovsk. Është po rusët e njohin si Krasnomajersk, kurse ukrainës e njohin si Pokrovsk. Pra këto janë ndryshime. Është njëjti qytet, pra është njëjta qytet. Edhe Limani, të cilët ukrainës e quajnë Liman, kurse ukrainës e quajnë Krasni Liman. Pra po Krasni Liman, te harta tjetër, regjia. Pastaj kthehemi prap këtu nëse te harta që ishte në fillim. Ja, Krasni Limani është këtu në fund, pra po ta shohësh qartësisht, këtu lexon Liman, sepse është Krasni Limani, pra komplet ky territori. Kjo është hartë e para një jave kur ky territori ka qenë xhep, pra është në një xhep operativ. Tani më është marrë. Mbyllur ky xhepi dhe është marrë, me fjalë. Xhepi është mbyllur, ka mbetur për të pastruar një pjesë e qytetit, po nuk kam mundësi për të marrë, pra ukrainësit tentuan një dy herë me kundërofensiva taktike, në niveli taktik, po nuk arritën të çanin, kështu që nuk është se pra është marrë. Dhe si shihni, rusët vazhdojnë në teori, pra ka xhepa operacional, xhepa taktik, xhepa operacional, pra xhepa taktik më lart. Në këtë kjo ideja, strategjia e xhepave. Kjo është funksionon. Rusët ecën ngadalë, kanë një strategji, pra problemi është që këto deklaratat Putinit, pra që tregojnë avancimin e forcave ruse, pra rusët po ecën dhe po ecën ngadalë. Kemi një ndryshim, pra në këtë aspektin. Perëndimorët kanë një aspekt tjetër, një tempo tjetër të goditjes tyre. Ajo çfarë i karakterizon perëndimorët në gjithë doktrinën e tyre ushtarake është shock and wave, pra goditja e menjëhershme dhe valet që vinë pas goditjes. Kurse rusët nuk funksionojnë në këtë aspekt. Në të gjithë historinë e tyre ushtarake, rusët ecin me ngadalë, pra nuk kanë shock and wave. Pra ecja e tyre është gjithnjë ngadalë. Jo, Dritan, te ajo harta tjetër regjia nëse është e mundur. Pra, kemi të bëjmë me një ecje të ngadalë apo kemi të bëjmë me atë që Putin e quan operacion special? Shikoj, e gjithë ajo çfarë po ndodh është operacion special, nuk ka të bëjmë. Sepse tha Putini në një luftë të mundshme është tjetër gjë. E gjithë ajo çka po ndodh në të gjithë të pjesën e Ukrainës është operacion special, komplet totalisht ajo çka po ndodh aktualisht. Pra nuk jemi në një luftë, jemi në një operacion special. Dhe por edhe në operacion special, tempoja e kësaj lufte në këtë operacion special. Në këtë kontekst. Është në bazë doktrinës ruse, pra doktrina ruse në çdo lloj, qoftë operacion special, qoftë luftë, tempoja e operacionale e tyre është gjithnjë e ngadalshme. Nuk është e shpejtë, nuk nguten asnjëherë. Dhe gjithnjë favorizojnë fuqinë e zjarrit mbi njerëzit. Pra, për të mbrojtur sasinë njerëzore, ata përdorin fuqinë e zjarrit. Prandaj edhe goditjet e tyre me artileri, goditjet me raketa, goditjet me drone, me gjitha janë gjithnjë të shumë për këtë arsye. Po, ishin në Odessa dje me çfarë. Ajo çfarë ndodh aktualisht, kemi një përplasje, pra një konceptit midis asaj që njihet attrition war, pra lufta shkatërrimtare, lufta shkatërrose dhe lufta e manovrës. Aktualisht rusët nuk përbëjnë ato, nuk jemi në luftën e manovrueshme. Lufta e manovrueshme do thotë që forcat të lëvizin shpejt, të lëvizin gjithandej. Lufta e manovrueshme bën gjermanët gjatë luftës së dytë botërore, pra Blitzkrieg, gjithë ato ishin pjesë e luftës manovrueshme. Kur ti lufta e manovrueshme, lufta e manovrueshme. Po, manovrat, lufta e manovrueshme, pra se ti merr sasi të mëdha, pra ti mund të lëvizësh divizione të tëra korpuse dhe i lëviz në thellësitë armikut, pra jep goditje në 2-3 drejtime për të arritur në thellësitë armikut. Rusët nuk po e aplikojnë këtë. Rusët po aplikojnë luftën shkatërrose, pra goditje masive me artileri, goditje masive me të gjitha llojet e artillerisë, edhe ajo, pra edhe artilleria toksore, edhe artilleri detare, edhe artilleria me tuba, edhe artilleria pa tuba, pra edhe artilleria me vjaska, të gjitha ato që në pjesë artillerisë toksore, dhe më pas ecjen e ngadalshme, pra pasi e godet e shkatërron me artilleri, e bën rraf gjithçka, atëherë trupat shkojnë dhe marrin atë pozicion i cili është goditur. Pra po bëhet kjo luftë.
që i ngjan më shumë të luftës parë botërore për nga intensiteti i goditjes luftarake. Për nga intensiteti i ngjan luftës parë botërore. Goditjeve luftarake i ngjan luftës parë botërore. Pra, kjo ka ndodhur në luftën e parë botërore, ku palët futeshin llogore dhe pastaj njëra palë godiste palën tjetër, pastaj pera tjetër merrte llogoren asaj që ishte shkatërruar. Pra ky është koncepti natë çfarë po ndodh në këtë operacion special, pra në këtë luftë të këtij operacioni special. Dhe thjesht ka vërtetuar që rusët vazhdojnë kanë një ecje sistematike, të ngadalshme, po sistematike. Pra kanë tempon e tyre, nuk ecin me tempon e perëndimit. Pavarësisht se perëndimi po deklaron dhe po thotë që kanë marrë 1% territorit, kanë marrë 2% të territorit. Këto janë budalliqe për të ngushëlluar vetveten. Pavarësisht që ndron fakti që 1, 2%, 3% ata i kanë marrë dhe po i marrin. Putin paga shumë nga deklaratat e Putinit, kuptojmë që lufta do të vazhdojë, thot Zelenski, dhe për 2026. Pra, me këto ritme... Po lufta do të vazhdojë derisa rusët të arrijnë objektivat e tyre strategjik që kanë caktuar, objektiva strategjik, politik dhe ushtarak. Pra, ata do të arrijnë ato objektiva, sepse kanë gjë, ai që është në avantazh në luftë, aktualisht janë rusët në avantazh në luftë, ata nuk e ndalin, s'po të ndalen, ndalet avantazhi. Pra ndalet... Prandaj kërkohet armëpushimi drejtan? Pikërisht armëpushimi, prandaj po mundohet me gjitha format, mënyrat perëndimore të kërkojnë një armëpushim. Sepse armëpushimi të ndalon iniciativën strategjike. Pra aktualisht rusët kanë iniciativën strategjike, nuk e kanë humbur asnjëherë iniciativën strategjike, po ti duke qenë se nuk janë dalë dot. Çfarë është iniciativa strategjike? Iniciativa strategjike do të thotë që të gjitha operacionet luftarake që zhvillohen në teatrat e luftimit janë të tuat, pra ti i udhëheq ato operacione luftarake, qoftë në sulm, qoftë në tërheqje. Pra çdo lloj veprimi luftarak që ti bën, të çfarë lloji niveli, qoftë ai niveli taktik operacional ose strategjik, të përkasin ty, pra je duke i bërë ti të gjitha këto. Pra edhe në rast se ti sulmoni, ke ti këtë iniciativë, në të gjitha nivelet, edhe në rast se ti tërhiqesh në një nivel, pra duke organizon tërheqje dhe armiku në këtë moment vjen edhe merr territorin që ti lë, prapë është iniciativë jotja strategjike operacionale ose taktike ose strategjike për ta lëshuar atë territor për arsye të ndryshme që ti mund mos ta mbash, për arsye të tjera, për të gënjur armikun, për ta futur në kurth, për shumë gjëra të tjera. Pra por iniciativa të mbetet ty dhe ka dy mënyra për të ndaluar iniciativën strategjike. E para është me anë të forcës, pra që ti ta ndalosh me anë të forcës, ti bësh ballë me forcat e tua të ndalosh, ose dyta ta ndalosh me një anë të një anë pushimi. Pra këto janë mënyrat se ti ndalon iniciativën strategjike. Duke qenë se me anë të forcës e kanë të pamundur të ndalojnë, atëherë po mundohen me të gjitha format dhe mënyrat që të shkojmë drejt një anë pushimi, pra që ta bindin Rusinë që të pranojë një anë pushimi, në këtë moment e ndalin iniciativën strategjike ruse. E qartë, pra ky është qëllimi i gjitha kësaj. Ndërkohë Dritan, me që po flasim për iniciativën strategjike e cila lidhet me fuqinë e Rusisë në terren, kemi gjithashtu disa zhvillime të tjera. Ajo që më bëri përshtypje është vendosja e raketave Oreshnik në gatishmëri lufte në Bielorusi, çka le të themi vjen pas deklaratave të shumta që na vinë, që ne kemi diskutuar dhe bashkë nga general europian, nga komandanti i forcave ajrore britanike, nga le të themi klima e luftës që sa vjen edhe po përforcohet në vendet europiane. Si ta lexojmë këtë lëvizje? Dhe çfarë do të thotë le të themi vendosja e raketave Oreshnik në Bielorusi? Janë raketa balistike me rrezet mesme veprimi. Aktualisht i përkasin forcave strategjike, pra është vendosje dhe vendimarrje strategjike vendosja e këtyre raketave, para arsye se godasin. Është vendimarrje strategjike. Para arsye se godasin objekte strategjik. Nuk përdoret për objektiv taktik ose për objektiva operacionale, përdoret për treguar. Unë e kuptoj shumë mirë, po tani vendimarrje strategjike do të thotë që këto raketa vendosen për të goditur. Shiko, këto lloj raketash përdoren për të goditur objektiva të rëndësishëm, pra objektiva të rëndësishëm strategjik, të cilët hyn vendkomandat qendrore, bazat kryesore të logjistikës, pra bazat të mëdha logjistike, ura të rëndësishme, për shembull godasësh, fabrika të rëndësishme që prodhojnë industri ushtarake, pra këto janë nivelin strategjik. Prandaj vendosja e tyre është vendmarrje strategjike. Ajo që nuk është diçka e re, pra është një vendmarrje e bërë para 2 viteve, pra në vitin 2023 rusët kanë marrë një vendim dhe deklaruar atë publikisht që do të vendosin raketa Oreshnik në Po, e kemi diskutuar edhe këtu. Por to do të vendosin deri në momentin që Rusia të bënte gati vendet Bielorusia të bënte gati vendet ku do të mbaheshin këto raketa.
Dhe aktualisht to raketa në Bielorusi janë vendosur dhe mbeten në për shtratë të lëshimit, pra nuk janë në për silo, pra shtratë të lëshimit të lëvizshme janë shtratë të lëshimit të cilat mbajnë në për automjete, pra janë automjete me shtratë të lëshimi dhe ato janë të lëvizshme, pra ti mund të bësh derisa Ukraina krijoi disa pika, domethënë që ti nuk e di saktësisht se ku ndodhet kjo raketë që të bësh një nga ato që quhet preemptive strike, pra një goditje parandaluese që mund ta bëjë Ukraina. Pra, nuk mund ta bësh në për këto veprime. Në aspektin politik nuk ka ndonjë ndryshim të madh se kjo raketë ndodhet në Bielorusi apo kjo raketë ndodhet në Rusi. Për arsye se në të dy rastet raketat do të përdoret vetëm nga ushtria ruse, pra vetëm nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse dhe lëshohet vetëm me urdhër të presidentit të Rusisë. Pavarësisht se është vendosur në Bielorusi, nuk e ka butonin e lëshimit kësaj rakete Lukashenko. Është e rusëve. Po, është e rusëve. Frika, dritan, se frika është që një orështin nga Bielorusia është 1 minutë 50 sekonda nga Kievi. Pavarësisht kësaj që thuhet, kjo përbëhet për ta përdorur për nivele friksimi të popullatës në evropiane, për arsye se nuk ka rëndësi se nga lëshohet kjo raketë. Pra në rast se këtë raketë e lëshon nga Bielorusia në drejtim të azëm të një objektivi në Letoni. Po, ja se kam hartën. 1 minutë e 40 sekonda. Regjia ju dërgova një hartë, lutem. Do duhet 1 minutë e 40 sekonda nga Bielorusia. 1 minutë e 40 sekonda që kjo raketë të mri në Letoni. Në Letoni. Nga Bielorusia. Në rast se do lëshohet nga Rusia, pra lëshohet nga Siberia, kësa raketë do të duhet 3 minutë e 20 sekonda. Pra, do thoni ju që okej, në disa aspekte por për llojin e kësaj rakete nuk ka vlerë koha për raketat kruzës, për raketat të tjera, për të cilat ti ke kapacitetet të mbrohesh nga to. Pra, kur ti ke kapacitetet të mbrojtjes trënde kundërajrore, atëherë ka vlerë koha, sepse kapacitetet e mbrojtjes trënde kundërajrore, pra në rast se do të lëshoj një raketë ta zëm nga Tirana në drejtim të Durrësit, pra, ose ta zëm nga Tirana në drejtim të Beogradit, do lëshoj një raketë nga Tirana në drejtim të Beogradit ose nga Tirana në drejtim të Athinës, më së miri. Dhe e lëshojmë një raketë në drejtim të Athinës. Athina ka mbrojtje kundërajrore dhe varet çfarë rakete ke. Në rast se ti ke një raketë kruz, çfarë do rakete ata kanë mbrojtje sistem të mbrojtjes kundërajrore. Dhe në rast se unë lëshoj nga Tirana për të arritur deri në Athinë, kësaj rakete do t'i duhet 6 minuta. Dhe mbrojtja kundërajrore e tyre për ta angazhuar, për ta lëshuar këtë raketë, për të kapur trajektorin i duhet 2 minuta e gjysmë 3 minuta. Pra e azhësoj këtë raketë. Po, në rast se unë do ta lëshoj këtë raketë nga Gjirokastra në drejtim të Athinës, atëherë kjo do t'i duhet 1 minutë e gjysmë dhe në këtë moment ka të bëj kohë sepse kjo për të neutralizuar, për të kapur duhet 2 minutë e gjysmë 3, unë kam rritur raketa në objektiv dhe nuk është problem. Kurse për raketat të tilla që janë orëshnikët, për të cilët aktualisht perëndimi nuk ka kapacitetet mbrojtjes kundërajrore, pra nuk ka asnjë mundësi që të mbrohet nga kjo lloj rakete, nga orëshniku. Nga orëshniku nuk ka vlerë koha. Pra është e pavlefshme aspekti kohor, të cilin a është 1 minutë, a është 10 minuta, a është 1 orë, a është 2 orë, nuk ka rëndësi. Nuk mbrohet dot. Nëse mbani mend kur përdor orëshniku për herë të parë, që u përdor në Ukrainë, Putini deklaroi që nesër ne mund godasim çdo lloj objektivi në Evropë dhe ti paralajmërojmë edhe gjysore përpara se cili do jetë objektivi. Pra, ata mund të thonë. Kur përdor orëshniku. Sepse nuk ka asnjë mbrojtje rreth kësaj raketë. Prandaj nuk merr vlerë koha. Pra, kohën mund ta përdorësh për nevoja të brendshme politike të tuat, por në aspektin ushtarak, koha në këtë rast nuk ka asnjë vlerë. Ndërkohë, dritan, kjo është harta që i dërgova. Po nuk ka vlerë koha. Pra nga Minsku, Kievi është e gjitha, domethënë, e gjithë Europa, Varshava. Po nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë dhe në rast se e lëshon nga Moska, pra edhe në rast se e lëshon anën tjetër të ekranit. Nga atje, këti 2 minutë që do t'i shosh edhe 2 minutë tjetër, 4 minuta, por nuk e mos pasur mbrojtje kundërajrore, pra duke mos pasur mjete të mbrojtur nga kjo zgjesuar këtë raketë, koha në këtë moment është e pavlefshme për ty. Dakor, po dritan, e shikojmë këtë vendimarrje strategjike, le të themi, si një ndryshim tek le të themi operacioni apo lufta që Rusia ka nisur, pra apo shkojmë tek një vendim i Moskës për të goditur tashmë nivele apo në nivele strategjike Ukrainën, po mbas edhe Europën, ëh? Për të goditur Ukrainën në nivele strategjike nuk ka për të goditur në ato nivele pa strategjike, ka 3 vjet, pothuajse 4 vjet dhe nuk janë goditur këto nivele strategjike Ukraina për arsye se jemi në atë që juve thatë pak më parë në një operacion special, pra nuk jemi në gjendje lufte. Rusët nuk janë në luftë totale me Ukrainën, janë në një operacion special. Në momentin që do ishin në luftë totale me Ukrainën, atëherë jeni të bindur që të gjitha këto objektiva strategjik që përmendëm pak më parë do të ishin goditur dhe do të goditeshin.
Por duke qenë se jemi në operacion special, atëherë fokusohet vetëm në aspektin ku zhvillohet operacioni, pjesa më e madhe operacionale, kurse goditjet e tjera janë goditje ndaj përqendrimit të forcave ushtarake ukrainase në afërsi dhe bazave logjistike që furnizojnë këtë pjesë të frontit. Pra kjo është, dhe nuk janë goditur vend komanda qendrore, shtabe të përgjithshme, gjëra të tjera, pra Ministri Mbrojtje, Ministri Rendit, gjithë ato nuk janë goditur, pra funksionon normalisht aparati tjetër shtetëror. Atëherë për çfarë është oreshniku? Vendosja e kësaj oreshnikuut në për Europën apo për Ukrainën? Jo, nuk është as për Europën as për Ukrainën, nuk është vendosur as për të, po është vendosur për të treguar qartësisht që Bielorusia është aleate ushtarake dhe ekonomike e Rusisë dhe oreshniku është vendosur aty për të qenë në mbrojtje të Bielorusisë, pra në aspektin që në rast se nesër ukrainasit ose polakët ose letonezët do të mendojnë të sulmojnë Bielorusinë. Është vendosur atëherë kjo është vendosur në rast se Bielorusia cënohet nga Polonia, nga Letonia, nga Ukraina, pra territori bielorus për të cilin territori ka një plan thonë sepse këta pretendojnë polakët, letonezët edhe ukrainasët pretendojnë që të jenë në rast se është pas gjithë kësaj ideje qëndron Polonia. Polonia qëndron atë që ka qenë dikur mbretëria polako letoneze, nëse mbanim dikur, në histori që njihet, dhe ajo përfshinte vendet e Balltikut, pra të drejtoheshin nga Polonia dhe përfshinte gjysmën e Ukrainës deri në Kiev, përfshinte vendet e Balltikut edhe një pjesë edhe gjysmën e Bielorusisë. Dhe polakët pretendojnë që ky është territori i tyre që është marrë. Territoret kështu kanë ndruar kohë, kanë ndruar kaje në këtë pjesë të globit me shekuj. Dhe aktualisht polakët sërish pretendojnë që është territor polak ai që ka Bielorusia dhe duke qenë se Polonia ka përqendruar forca në kufi me Bielorusinë. Ka forca polake në kufi me Bielorusinë. Ka pasur disa herë edhe probleme midis tyre kryesisht për shkak të emigracionit dhe për shkak të këtyre problemeve të tjera dhe është vendosur ajo raketa atje, pra disa raketa atje për të treguar që Bielorusia është aleat ushtarak i Rusisë dhe në çfarë do lloj aspekti që juve do ta cënoni Bielorusinë, Rusia do t'i bashkangjitet Bielorusisë, pra do ta ndihmojë ushtarakisht për t'ju kundërpërgjigjur çdo lloj goditje që juve do t'i bëni. Pra është në këtë aspekt, nuk do të përdoren këto raketa nga Bielorusia për të goditur Ukrainën, vetëm në rast se Ukraina do ta kalojë kufirin bielorus. Pra në rast se forcat ukrainase e kalojnë kufirin bielorus, atëherë do të përdoret ajo raketë. Pra raketa atë vendosur për mbrojtje të Bielorusisë, nuk kemi të bëjmë me bëjmë ndryshim të objektivave ushtarak ose me ndryshim të veprimtarisë ose të planit ushtarak rus në këtë aspekt. Ndërkohë, Dritan, njoftohet gjithashtu edhe që raketat balistike YAR, po them unë, Jars janë vendosur dhe janë në gjendje gatishmërie, këto janë brenda territorit rus. E para çfarë janë këto raketa balistike? Janë raketa balistike ndërkombëtare termonukleare. Si termonukleare? Raketat balistike nukleare, kemi të bëjmë me raketë balistike ndërkontinentale. Pra do të thotë që kjo raketë ka distancën rrezën e saj mbi 10.000 kilometra. Dhe përdoret vetëm për godim nga një kontinent në një kontinent tjetër. Janë raketa bërthamore. 10.000 kilometra? Po, 10.000 kilometra është, fillon nga 2.000 deri në 10.500, 11.000 kilometra është rrezja e tyre. Ndoshta ka disa ndoshta. Interkontinentale Dritan janë hipersonike, ndërkontinentale, jo, janë ndërkontinentale, nuk janë raketa nuk kalojnë atmosferën, nuk kanë raketa hipersonike, kalojnë atmosferën, se janë raketa ndërkontinentale, pra dalin në atmosferë, ngrihen lart dhe hyjnë në kontinentin tjetër duke kaluar mbi atmosferë. 10.000 kilometra. Po, 10.000 kilometra është rrezja. E qartë. Që ajo shkon. Është MIRV, pra Multi-Independent Re-Entry Vehicle, që do të thotë mjet hyrës i pavarur, pra do me thënë që në momentin që koka e kësaj rakete shkëputet, pra kjo raketa fluturon e gjitha. Po. Ngrihet raketa e gjitha. Kjo nuk është raketë balistike, sepse raketat balistike ndërkontinentale kanë hedhje të drejtë, pra është drejt 90 gradë. Ikin drejt. Pra në moment që lëshojnë drejt janë raketa balistike. Lëshohet, pra del nga atmosfera, merr një trajektore dhe vjen që të hyjë në këtë aspekt. Kur në momentin që do hyjë para se të hyjë në atmosferë, atë bën koka shkëputet nga trupi. Dhe koka hyn në momentin që koka hyn në atmosferë. Kjo kokë quhet Multi-Independent Re-Entry Vehicle. Pra mjet hyrës i pavarur multiple. Që shkon në destinacion. Problemi në momentin që hyn në atmosferë, atëherë kjo kokë është kokë MIRV, domethënë kokë e manovrueshme, pra lëviz në mënyrë të nuk ka trajektore fikse. Trajektoria fikse e raketës është për sa kohë raketa është matan hapësirës. Pra është në hapësirë. Në momentin që hyn në hapësirën e tokës, është e manovrueshme. Kjo është e manovrueshme dhe
nuk ke çaj bën kësaj rakete, por dhe është termonukleare. Raketat termonukleare janë raketa që përkasin gjeneratës së dytë të raketave bërthamore. Kryesisht janë ato që quhen H-bomb, pra me nitrogjen, që funksionojnë me hidrogjen, se thash me nitrogjen, me hidrogjen. Edhe kjo është e tillë dhe mund ta zëvendësosh kokën e saj, pra mund ta përdorësh me mbushje bërthamore që shkon nga 100 deri 250 kiloton, por mund ta përdorësh edhe diku të rreth 2500 deri 3000 kg eksploziv të çfarëdo lloji niveli. Çfarëdo niveli, qartë. Po janë raketa ndërkontinentale. Pra kjo raketë ndërkontinentale janë ndryshon nga Minuteman 3 për shembull. E njëjta është, edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Edhe ato janë. Edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Po ç'ne që janë bërë në gatishmëri po i kanë pasur, në gatishmëri kanë pasur dikur, pra janë raketa të prodhuara nga viti 2004 edhe këtej, kanë hyrë në programin e mbrojtjes bërthamore të Rusisë, kanë hyrë në anën si operacional totalisht në vitin 2017. Në vitin 2007, po më shumë pastaj në vitin 2017 dhe në vitin 2019 janë bërë operacionale dhe her pas here mbrojtja kundërore pra vendosin që t'i bëjnë jo aktive. Përpara në vitin 2019 këto u bën jo aktive, po, sepse nuk ishte ky problem që ka sot, pra kjo përplasje midis Perëndimit dhe Rusisë, ndërsa tashmë kanë vendosur që të ribëjnë sërish aktive dhe kanë bërë aktive këto raketa që ndodhen pra me bazën e tyre në Siberi. Dhe duke qenë se kanë me bazë në Siberi, kjo tregon thellësinë strategjike të Rusisë, pra që janë të paprekshme, pra të nuk mund t'i godasësh, nuk mund t'i azhësosh vendlëshimin e këtyre raketave, se janë shumë larg çdo lloj rakete tjetër që Perëndimi posedon me përshtim të raketave ndërkontinentale balistike që posedon Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që nuk i kanë lënë mend që të hyjnë në një luftë bërthamore me Rusinë. Vetëm Minuteman. Pra këto janë të vendosura thellë në thellë brenda territorit rus, por nuk ka një arsye dritanse edhe ky vendimi për t'i bërë aktive për t'i vendosur gatishmëri. Edhe ky është një vendim politik në aspektin e asaj që se vini kohësisht Oreshniku në Bielorusi. Jo, Oreshniku në Bielorusi ka qenë pjesë, shikoj, Oreshniku në Bielorusi, jarsët janë vendimmarrje për qëllime politike, pra për të thënë diçka Perëndimit që shiko në këtë retorikën e madhe që Perëndimi ka marrë për i armatosje, në këtë retorikën e madhe që thotë neve do të hyjmë me forca në Ukrainë, do të bëjmë luftë me Rusinë, ta mundim Rusinë e këto të tjera. Rusia ka marrë këtë vendim për aktivizimin në anën operacionale të këtyre për t'i bërë operative këto raketa, duke treguar këtij Perëndimi, pra kur them Perëndimi në këtë moment po flasim vetëm për Evropën, që shikoni, neve kemi kapacitetet të tilla që me 1-2 raketa të tilla ne këtë shoqërinë evropiane ne mund ta fshim pra nga faqja e dheut dhe juve nuk keni këto kapacitete që të mbrojeni nga këto, sepse duhet keni që parasysh aktualisht vetëm në gjithë Perëndimin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kapacitete të mbrojtjes kundërajrore balistike. Të këtij niveli. Pra ka marrë aktualisht edhe Gjermania një nivel, por ama kemi shpjeguar në një emision që sasia që Gjermania ka marrë nuk e mbulon Euro 3. Euro 3 ka lidhje me këto. Ka lidhje me këto. Për sa i përket sasisë të këtyre, le të themi, raketave, Rusia... Do të kemi një gjë, Rusia ka sasi raketash në një masë të madhe, për arsye se këto raketa për të parë janë prodhuar në vitin 1958. Dhe tashmë, prej vitin 1958 e mbrapa kanë mësuar modifikime të ndryshme. Ky modifikim i këtij arsit, kjo që është aktualisht është vendosur, quhet RS-24. Pra, quhet RS-24. Këto edhe Oreshniku është bazuar mbi bazën e kësaj RS-24-s. Vetëm se është ndryshuar koka, pra është e njëjta si raketë, koka është ndryshuar, ajo ka 36 koka tjera të vogla, kjo ka vetëm një kokë, pra baza e lëshimit, baza e mbajtjes së raketës funksionale, pra komplet trupi i raketës është jarsi RS-24. Realisht, pra këto kanë mësuar dhe Rusia ka bazë industriale, logjistike të mbetura nga Bashkimi Sovjetik. Pra nuk e ka cënuar asnjëherë bazën e saj logjistike dhe ushtarake, edhe pse ka pasur probleme. Dhe kjo me rusët është interesant. Kjo ka ndodhur me rusët në të gjithë historinë e tyre. Pra rusët kanë pasur pushtime të ndryshme, janë sulmuar, janë ndjegur, janë vrarë, por asnjëherë kanë pasur edhe probleme tyre të brendshme, me progoma, me çfarëdo që kanë pasur. Asnjëherë ata nuk e kanë cënuar bazën industriale dhe logjistike ushtarake të vendit tyre. E kanë mbajtur të paprekur. Nuk kanë bërë atë që bëm neve dhe që bëri Evropa pas vitit 1990, që të gjithë bazën industriale, ushtarake dhe logjistike ushtarake e shkatërruan dhe bëm zero, se tham nuk na duhet më. Si ne si Evropa, bëm të njëjtën gjë. Dhe sot jemi me duar në xhepa. Europa dritan nuk ka kapacitete, nuk ka kapacitete të mbrohet nga kjo. Pra, kjo bërja këtyre raketave operacionale është
një mesazh politik për Evropën në këtë retorikën e luftës që Evropa ka marrë së fundmi ndaj Rusisë. Po me çfarë i lëshon, le të themi, kokat bërthamore nesër në një skenar bërthamor, le të themi, me çfarë raketash? Ja këto raketa. Jo Rusia, flas Europa. Europa ka raketat që ka Europa nuk i ka ndërkontinentale. Vetëm 2 vende në Evropë kanë armë bërthamore, është Anglia dhe Franca. Të dyja këto raketa duhet të lëshohen ose nga raketat që ka Anglia lëshohen vetëm nga nëndecja dhe nuk lëshohen as nga toka as nga ajri. Ato që ka Anglia? Po, vetëm nga nëndecja, kurse ato që ka Franca lëshohen nga nëndecja dhe nga ajri. Problemi i kësaj është që edhe ato që lëshohen nga nëndecja nuk janë ndërkontinentale, pra duhet të afrohen shumë afër sepse kanë një rrezë diku të rreth 400-500 km, e ka rrezën. Duhet afrohen afër. Po janë raketa të ndërmjetme, quhen raketa të ndërmjetme 500 km, do të afrohen afër territorit rus për të lëshuar, ndërsa raketat ajrore që ka, raketat që lëshon nga ajri bërthamore ajo i ka vetëm 160 km distancën. Pra duhet e qartë. Ndërkohë që Rusia nga Siberia ka ndërkontinentale, nga Siberia lëshon raketa tilla. Nuk ka nevojë të afrohet dhe të vijë afër. Dritan, përveç Oreshnikut dhe raketave balistike Jars, shikojmë edhe një, le të themi, një sistem të ri rus S-500. Kishim dëgjuar S-300, kishim dëgjuar S-400, tani më jemi tek mbrojtja kundër ajrore S-500 dhe këtë e njofton Agjencia e Lajmeve TASS. Çfarë është ky sistem antiraketor? S-500 është një sistem antiraketor, është një sistem i cili ka 10 vjet që zhvillohet, pra nuk është që u zhvillua sot. Për herë të parë ka filluar zhvillimi i saj në vitin 2004, ka filluar zhvillimi i kësaj rakete, pra nga S-400 shkojmë S-500. S-500 është një lloj sistemi mbrojtjes kundër mund ta quajmë sistem të mbrojtjes, hyn te sistemet e mbrojtjes kundërore, por realisht rusët e kanë të ndarë, kanë sistemin e mbrojtjes kundërore dhe sistemin e mbrojtjes raketore. S-500 e kanë sistemin e mbrojtjes raketore. Që do të thotë? Pra, përdoret vetëm për raketa, pavarësisht se S-500 ka kapacitete aktualisht me S-500, te S-500 janë të integruar edhe radarët, disa lloje radarësh dhe këtu janë të integruar edhe radarët që kapin avionët stealth. Pra, S-500 në këtë moment, avionët F-35 dhe F-22 që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës janë stealth, S-500 i neutralizon. Pra, e ka këtë kapacitet. Pra, se duhet ndaloj pak këtu. Pra, nëse janë avion, fjala vjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës përdoren në Iran, që janë B-2 Spirit, me shumë kujtohet që janë... B-2 Spirit nuk është stealth, është gjysmë stealth, është stealth nga pjesa e poshtme dhe jo nga pjesa e lartë. Po, avionët që u përdoren të padukshëm, të paktën në kuptimin e radarëve. Stealth total janë F-35, pra të padukshëm janë F-35 dhe F-22. F-35 dhe F-22. Pra, në rastin konkret? Në rastin e S-500, F-35 dhe F-22 nuk janë më të padukshëm. Në rastin e radarëve që ka... aktivizimit të këtij kapacitetit mbrojtjes S-500. Por S-500 është mbrojtje strategjike, pra nuk përdoret për mbrojtje taktike ose operacionale. Avionët F-35 janë avion strategjik, goditje strategjike për arsye sepse mbajnë armë bërthamore. Dhe në momentin që mban armë bërthamore hyn te armët strategjike. Dhe prandaj ky lloj mbrojtje që bën S-500 i përket mbrojtjes strategjike do të përdoret për nevojat mbrojtjes strategjike dhe jo për nevojat mbrojtjes taktike ose operacionale. Them jo pse i dalloj, sepse mbrojtja taktike dhe operacionale do të thotë që ky sistem, aktualisht rusët kanë vetëm një regjiment kanë bërë të tillë, do ta shpjegoj pak më vonë sa është një regjiment dhe do të thotë që në rast se ti e përdor për mbrojtje taktike dhe operacionale, do të thotë që edhe për dronët që lëshon Ukraina, edhe për raketa të tjera cruise që lëshon Ukraina, edhe për avionet e tjerë që ngre Ukraina, pra ose që mund ngrej nesër Evropa, kjo është nevoja operacionale dhe taktike. Taktike, po. Ndërkohë që S-500 është prodhuar me idenë për të përdorur për nevoja strategjike, dhe nevoja strategjike janë dy në këtë aspekt. Dhe është vendosur tek mbrojtja raketore, për arsye se do të përdoret në rast të për eliminimin e këtyre raketave që lëshojnë, pra vjen F-35. Po. F-35 e lëshon këtë raketën. Dhe në moment që lëshon këtë raketën, kjo është raketë balistike e lëshuar nga ajri. Dhe siç ndodhi në Iran, fjala vjen me sulmet e Izraelit. Nuk lëshuan raketa balistike, nuk lëshuan. Apo nuk lëshuan raketa balistike. Tomahawk ishin ato raketat balistike, pra ti lëshon edhe në rast se lëshon Tomahawk në tjetër. E qartë. Dhe ky sistem përdoret për të kapur Tomahawkun, pra për të kapur raketën Tomahawk, rrezja e goditjes të raketave që përdor S-500 është 600 km, e provuar është 482. E provuar.
është 482, për arsye se ky sistem, Kilometra. po, ky sistem S500 në dhjetor të vitit që shkoi, ka qenë në funksionim në Rusi në test. Dhe për një vit i ka kaluar gjitha testet dhe tashmë ka hyrë në fazë operacionale. Pra është bërë operacional për nevojat ushtrisë ruse. Për herë të parë kemi Është operacional. Është operacional. Ka qenë një vit në test, është testuar për një vit, sot është pjesë e forcave të armatosura të Rusisë. Pra pjesë aktive dhe operacionale. Kemi një regjiment, pra ata kanë bërë një regjiment. Sepse është prodhimi i kësaj është i shtrenjtë, është i ngadalt, nuk prodhon dhe do të përdoret për kapacitetin e këtyre raketave dhe për kapjen e raketave balistike të tjera. Pra, edhe raketat balistike ndërkontinentale i kap, sepse kjo e ka rrezin e goditjes e ka 600 km, ndërsa lartësinë e goditjes e ka 200 km. E qartë. Raketat balistike... Dhe kur do të thotë që në aspektin që e ke lartësinë e goditjes 200 km, atëherë do të thotë që çfarëdo lloj gjë që hyn në hapësirën e ulët të tokës, në hemisferën e ulët të tokës, ti e kap. Dhe kjo, duke qenë se të gjitha këto raketat balistike ndërkontinentale, për shembull që mund të vinë. Minuteman 3 nga Shtetet e Bashkuara. Po, ato janë midis 100 dhe 200 kilometrëshit. Dhe në momentin që ti hyn në këtë aspekt, atëherë kjo S500 ka kapacitetin që të përcaktoj trajektoren e fundit të kësaj rakete. Dhe ta godasi në këtë hapësirë. Prandaj quhet strategjik. Po, prandaj strategjik, dhe ta godasi jashtë hemisferës tokës. Pra në atë që quhet hemisfera e ulët të tokës. E qartë. Në atë godet. Është goxha zhvillim. Është zhvillim për arsye se kjo raketë, pra ky lloj sistemi i përngjet sistemit THAAD, pra amerikanët kanë sistemin THAAD. Po që u përdorin izraelitët kanë sistemin Arrow 3. Por problemi është që THAAD ka distancën e pra rrezën e goditjes e ka 200 km. Aq e ka edhe Arrow 3 200 km, kurse kjo e ka 600 km. Them është përdorur, pra është verifikuar 482 km, vjet në shkurt të vitit, në shkurt të këtij viti, është bërë testi kundër një goditje të një rakete, të më falni se do ta lexoj pak se nuk e. Është një raketë, edhe ajo hyn te raketat R-29 quhet raketa, është raketë që lëshohet nga në ndecet ose nga anijet, pra është raketë detare, balistike hipersonike. Dhe sistemi S500 ka arritur të godasi kokën hipersonike të kësaj rakete. Kokën që është shkëputur nga... Koka cila kur themi hipersonik dhe plus edhe është edhe MRV që lëviz në mënyrë të pakontrolluar. Dhe kjo raketë ka arritur, ky sistem S500 ka arritur ta identifikojë dhe ta godasi dhe ta rrëzojë këtë kokë. Goditja nuk bëhet, pra kemi dy lloj goditjesh. Ky lloj sistemi përdor dy lloj goditje, përdor goditjen kinetike dhe goditjen me shpërthim. Goditja me shpërthim është kur mbushet me eksploziv koka dhe ajo shpërthen në afërsi të objektit. Kurse goditja kinetike është kur e godet objektin pa shpërthim. Dhe ndodh shpërthimi për shkak të inercisë të goditjes, të dy të njësisë të madhe të shpejtësisë që kanë të dy objektet me njëri tjetrin dhe shpërthehen me njëri tjetrin. Përdor tre lloje raketash. Ky lloj sistemi. Aktualisht kanë vetëm një regjiment dhe ky regjiment që kanë bërë sa ka thot një regjiment. Një regjiment aktualisht ka 12 shtrate lëshimi. Këto janë shtratet drejta? Po, këto janë shtratet e lëshimit. Këto janë shtratet, ëh? Duhet ta keni një fotografi, unë kam çuar një fotografi. Po, duhet ta kemi një foto aty. Dhe kjo është, sa nevojë kjo është, po foto ka edhe llojin e raketës. Kjo është S500. Kjo është po, ky është S500 që lëshohet dhe një shtrat lëshimi ka 2 raketa. Po. Aktualisht një regjiment ka vetëm 2 raketa, kurse te S400 ka 4 raketa shtrati lëshimit. E qartë. Pra këtu është dëllimi. Ja, kjo është S500, kjo është lloji raketës. Ka vetëm 2, siç e themi ka vetëm 2 raketa shtrati lëshimit. Një regjiment i ka 12 të tilla. 12 shtrate. Pra do të thënë i ka 24 raketa një regjiment. Dhe objektivi rus ata e kanë deklaruar që është që neve të arrijnë të prodhojnë 4 regjimente, të bëjnë 4 regjimente. Dhe me 4 regjimente të vendosura në 4 cepa të ndryshëm të Rusisë, në 4 periferi të ndryshme të Rusisë, të arrijnë të bëjnë mbrojtjen balistike të gjithë Rusisë nga çfarëdo lloj goditje me raketa balistike dhe në të nivelit strategjik. Normalisht kjo nuk vepron e vetme, pa kjo vepron në integrim, tregon si pjesë integruese e mbrojtjes kundërajrore dhe mbrojtjes raketore. Dhe për këtë arsye tashmë rusët kanë krijuar për herë të parë një bashkim midis mbrojtjes kundërajrore dhe mbrojtjes raketore duke krijuar një divizion të vetëm. Pra për herë të parë kanë krijuar një divizion që quhet divizioni mbrojtjes kundërajrore dhe raketore, ku kanë futur S500 në këtë. Pra
Pavarësisht radarëve të kësaj, kjo funksionon edhe me gjithë radarët e tjerë që ka S400, S500, S300, S250, pra në shtresa. Pra çdo shtres ka patë dhe çdo shtres pastaj përcaktohet qartësisht dhe të gjitha të dhënat këtyre stresave i mbledh radari përfundimtar i S500-sh dhe përcaktohet që raketa lëshuar është raketë cruise apo jo, dhe për raketat cruise kjo nuk do përdoret. Pra për raketat cruise përdoret S300, S400, nuk është problem të përdoret kjo. Pra kjo përdoret kundër raketave strategjike dhe kundër avionëve strategjike që janë F-35 ose F-22. Pra për këtë arsye përdoren. Dhe aktualisht ky regjiment aktualisht ndodhet në poshtë Rostov-Midon, pra në afërsi të gadishullit Kersh, ku është edhe ura e Krimes, pra. Atje dhe është vendosur në atë pjesë të territorit. Është vendosur kjo ky regjiment është vendosur atje dhe rusët pretendojnë që në vitin tjetër të prodhojnë edhe një regjiment tjetër dhe ta vendosin, nuk e kanë përcaktuar territorin ku do ta vendosin, pra ti kenë së paku në fund të 2026-s të kenë efektiv 2 regjimente. 2 regjimente dhe Dritan, ku përmend F-35 është një mesazh për Europën sepse Europa sistemin Shikoni, do të kemi një gjë parasysh. E aviacionit. Rusët kanë prodhuar para 12 viteve rusët kanë prodhuar raketën e parë hipersonike. Dhe funksionimi i këtyre raketave raketën e parë hipersonike për Rusin apo për Rusin. Dakor. Se Rusia ka qenë e para që prodhoi raketë hipersonike. Është për botën. Në momentin që themi ka prodhuar raketën, Rusia ka prodhuar raketën e parë hipersonike. Jo vetëm për Rusin, për botën, është në botë, pra, e para në botë. Dhe në këtë moment që ti prodhon një raketë të tillë, atëherë automatikisht ideja është e tillë që ti e prodhove këtë raketë, okay, atëherë ti gjithë do mendosh që nesër edhe një kundërshtar i yt do ta prodhoj këtë raketë. Ndoshta do t'i duhet 5 vjet, 10 vjet. Për shembull amerikanëve u desh 10 vjet të prodhonin raketën e parë hipersonike. Po ajo që diskutuam, Dark Eagle, po. Dhe tashmë, në moment që ti e prodhon raketën e tënde hipersonike, atëherë ti do mendosh edhe mbrojtjen. Pra si të mbrohem unë nga kjo raketë. Dhe njëkohësisht ka filluar edhe puna për të krijuar mbrojtjen. Në atë kohë. Dhe S500 është rezultati për të mbrojtur nga raketat hipersonike dhe është edhe vërtetuar. Dhe ka goditur raketën hipersonike, pra atë R-29 në shkurt të këtij viti, në largësinë 482 km, në lartësinë dhe ka goditur në lartësinë diku të rreth 120 km mbi tokë. Pra e ka goditur me ata në hapësirës, kur ajo mund të ishte manovrueshme. Manovrueshme, e qartë. Prandaj them që çdo kush që prodhon një sistem goditje, automatikisht do prodhoj edhe kundër edhe mbrojtjen, sepse nuk mund të funksionosh në mënyrë tjetër. Pra jo, kjo e bën shumë superiore në raport me aktualisht sepse aktualisht për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prodhuar raketën hipersonike, po nuk kanë sistem mbrojtje ndaj raketave hipersonike. Dakor. Pra, normalisht që futja në funksionim bërë operacionale S500-s. Bërë operacionale sepse në përdorim është futur që vitin që shkoi. Por operacionale totalisht, pra që tashmë do të filloj, kur themi bëhet operacionale, domethënë prej këtej mbrapa fillon prodhimi në seri. Pra nuk ke që bën më raketa ka mbritur çdo lloj testi, ka kaluar çdo gjë dhe fillon prodhimin në seri, kur ti thua operacionale. Dhe bërë këtij sistemi S500 operacional, normalisht që është edhe një përgjigje për Shtetet Bashkuara të Amerikës për raketën që prodhuan. Hipersonike, pra raketa juaj nuk mund nesër, pra atë që tha është kundërpërgjigje asaj që doli sekretari i luftës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tha që tash ne mund godasim në qendër të Rusisë, mund godasim në zemër të Rusisë, godasim çdo lloj objektivi, çdo lloj gjëje. Me S500 ata po i tregojnë që jo, ju nuk mund të godisni sepse ne kemi mbrojtje, ju s'keni mbrojtje, pra. Po pse ky sistemi THAAD nuk është sistemi THAAD është deri diku, po sistemi THAAD ka një problem, që sistemi THAAD e ka distancën 200 km. Ah, okay, e kuptova. Dhe kur ti lëshon një MRV dhe hipersonike, ky 200 km është çik problematik. Nuk është sepse nuk ke distancë të madhe, rrezet të madhe shumë, pra këtu është problemi. Dhe kjo u pa me raketat, kjo u pa me atë që ndodhi në Izrael, me raketat që lëshuan iranianët. Pra nuk funksionoi totalisht siç mendohej të funksiononte. Jo, sepse distanca e reagimit është e vogël. Pra vinte ajo që thamë në fillim te çështja e kohës. Pra rrezja ka të bëjë me kohën. E qartë. Dhe sa më të madhe rrezën e veprimit, sa më të gjerë radarin për ta kapur, aq më shpejt i godet raketa dhe aq më shumë, aq më i madh është manovrimi jot. Sa më vogël rrezja e veprimit, aq më shumë shtohet mundësia që ai të godasi, sepse manovrueshmëria e atij tjetrit
bëhet më e madhe në aspektin që afrohet më tepër ndaj teje. Interesant që nga dhe kjo Dritan, që i nxjerrë jashtë këto avionet e padukshëm. Po. Dhe kjo do të thotë që superioriteti strategjik i një vendi që i ka këto avion vjet ndyshim. Do të kemi një parasysh që jo vetëm sot, por edhe gjatë luftës së ftohtë. Veprimtaria e industrisë ushtarake e konkurenca e industrisë ushtarake ruse dhe amerikane ka ekzistuar gjithmonë. Pra në rast se njëri prodhon një avion, tjetri prodhon një avion tjetër me të dhëna më të mëdha, më të mira se sa kishte prodhuar ai tjetri. Pra kjo ka qenë dhe ka ekzistuar gjithnjë te superfuqitë, kështu funksionon. Pra nuk duhet kemi, pra dhe kjo tregon që neve kemi të bëjmë me superfuqi. Pra aktualisht kemi dy vende që kanë kapacitet të prodhojnë. Evropa sot e kësaj dite nuk ka asnjë kapacitet, s'ka prodhuar asnjë gjë. Në këto nivele deri më tashti. Prandaj themi që po bëjmë llaf për dy superfuqi. Superfuqia perëndimore që është nën diktatin amerikan, e superfuqia lindore që është ruse, dhe ajo kinezë. Po edhe kinezët, çdo lloj gjëje që kanë prodhuar në industrinë e tyre ushtarake e kanë kopje nga rusët. Edhe gjatë luftës së ftohtë, edhe më pas. Kinezët nuk kanë një të tillë Kinezët nuk kanë një raketë të tillë, kanë një raketë që i parafrohet S-400-s, një sistem që e kanë kopjuar nga S-400-a me licencë. Ajo që përdor në Pakistan. Ajo që përdor në Pakistan dhe që një bateritë atyre e kanë edhe serbët. E kanë blerë edhe serbët një bateritë atyre. Bateri kineze. Po, bateri kineze. Që nëse do të futemi një ditë do diskutojmë se çfarë po ndodh me Serbinë dhe domethënë shumë armatime që po vinë nga Kina, bleret e mëdha që po bën Serbia nga Kina, por gjithsesi nuk po bën. Për dron me çfarë lajme po gjithsesi ajo po prodhon vetë, por nuk po bën, nuk jemi në nivelet atilla që të na zëri frika se o këta po bëjnë. Frika duhet na zëri në atë çfarë neve bëjmë dhe neve bëjmë idiotësira, pra nëse mbani mend ne nënshkruam para disa muajsh një pakt të përbashkët për industrinë ushtarake midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Po. Në mënyrë që të merrnim armatim të njëjtë, municione të njëjta, artilleri të njëjtë, mbrojtje kundërajrore të njëjtë. Kjo ka qenë ajo marrëveshje Kjo ka qenë marrëveshja atë. Dhe kjo marrëveshje atë kohë, vetë edhe 10 kryeministri jon, duke vajtur duke blerë armatim në Izrael, kurse Kosova blen armatim amerikan. Me atë Elbit Systems. Kurse Kosova blen armatim amerikan. Kurse Kroacia blen armatim francez. Pra, për çfarë bën marrëveshje? Për çfarë është marrëveshja? Sepse marrëveshja përcakton qartësisht në fushën e industrisë ushtarake të kemi të njëjtin armatim dhe municion në mënyrë që të mbajmë njëra tjetrën, sepse dy duhet të prodhosh, duhet të krijosh ndërmarrje që të prodhojnë. Por këto kapacitete të këtyre ndërmarrjeve ti nuk i ke të rrafshëm. Kroacia ka më kapacitete të mëdha energjetike dhe kapacitete të mëdha të prodhimit industrial ushtarak, sepse ka pasur dhe ruajtur që nga ish Jugosllavia, kurse ti i ke prishur, nuk mund të ndërtosh në ato kapacitete. Prandaj u bë kjo marrëveshje që të merrnim të njëjta dhe një pjesë gjërave ti prodhonim ne, një pjesë ata, ky ishte kooperimi. Dhe në këtë moment tash këtë kooperim ne e dhjem edhe Kosova, edhe pra marrëveshjet për çfarë i bëjmë, këtu është gjithë problemi. Ne bëjmë marrëveshje për të mburrur politikën, për të shikosh, si çfarë bëjmë neve. Dhe me njëherë nesër pastaj e bëjmë si lopa, ja fusim edhe e derdhim atë qumshin. Pra shkojmë askund, ky është problemi jonë. Ne bëjmë një hap para, 10 hapa mbrapa. Jo, interesant. Do ta diskutojmë këtë në një ditë edhe pra Kosova mori para 4 ditësh, në shkoi një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të marrë sistemet të artillerisë toksore. Po. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne e morëm në Izrael. Ata francezët, ata kroatët po marrin Francë, atëherë marrëveshjen për çfarë bëm? A mund të më thot dikush? Pra dikush ti kërkoi llogari këtij kryeministrit ton, edhe këtij ministrit të mbrojtjes. O zotrim, thuaj, këto marrëveshjet politike që bëjmë për mbrojtje të përbashkët, për industri ushtarake të bashkët, për çfarë bëjmë kur nuk veprojmë në këtë mënyrë? Kur të tre shtetet secili bën hesab vetëm pastaj. Ndërkohë që marrëveshja specifikonte që duhet për këtë arsye. Dhe ne menjëherë secili shkoi në hesab vetën. Drejtat nuk ma shpjegon kush. Pra kjo do thotë që askush nuk mendon në këto tre vende as në mënyrë strategjike dhe nuk ka as koncept të mbrojtjes të përbashkët, as koncept strategjik të mbrojtjes dhe as një doktrinë të mbrojtjes nuk kemi. Fare. Është bërë thjesht për arsye politike, po thua kjo? Po, për arsye politike, simbolike për nevoja politike të çastit. Asgjë tjetër. Asgjë si doktrinë. Pra, do thotë që qeverisjet tona thjesht performojnë. Ndërkohë që flasim për Kroacinë, Kosovën dhe Shqipërinë, Greqia, Izraeli dhe Kipro po bëjnë po testojnë krijimin e një përgjigje të shpejtë përbashkët në mesdheun lindor. Këtë e thot Tanea greke.
kjo bëhet fjalë pak a shumë për një brigad me rreth 2500 trupa në tokë, ajër dhe det. Përfshi avion, luftanie, nëndetëse, etj. Që do të instalohen, do të vendosen në bazat e të 3 vendeve, çka do të ishte, domethënë, pak a shumë do t'i dërgonte një mesazh Turqisë dhe do ishte një formë deterrence për aspiratat turke, çka jep Izraelit thot një thellësi të madhe strategjike. Dhe mbron atë që kemi diskutuar këtu, atë projektin energjetik, domethënë thot Tanea. Projektin e gazit. Është një marrëveshje midis tyre të trejave, marrëveshja nuk është e tanishme, është marrëveshje para 2 viteve për të krijuar një forcë që quhet Rapid Reaction Force, një forcë të reagimit të shpejtë për të mbrojtur këto kapacitetet e tyre energjetike që janë në detin e Gje kryesisht, të cilat do të lëvizin dhe do të shtrihen detin e Gje për të mbrojtur zonat e gazit, të cilat ata pretendojnë t'i marrin. Normalisht qëllimi politik i kësaj është bërë për t'i kundërvënë Turqisë, pasi Turqia ndërhyri në këto zona ku do të shtrihej ky kabull në ujor energjetik dhe ku do të shtrihesh tubacioni i gazit, Turqia duke pretenduar që ato janë territore, sepse edhe Turqia ka të njëjtin problem që kemi me Greqinë, pra nuk e ka. Grekët pretendojnë të bëjnë delimitimin e detit me turqit, turqit nuk e pranojnë delimitimin e detar, dhe duke pretenduar që ato janë territore në zonën ekskluzive ekonomike turke dhe kanë ndërhyrë me anije luftarake duke mos lejuar shtrirjen e këtyre kabllave dhe këtyre të linjave të gazit në këto. Dhe kjo ndodhi vjet, 2 herë vjet edhe 1 herë si vjet, dhe për këtë arsye këto vende kanë menduar që të krijojnë të forcë të reagimit të shpejtë, pra që ta përdorin edhe ato në rast se Turqia do të vendosë atje. Pra kjo do të thotë që nesër mund të shkojmë drejt një përplasje midis Turqisë, Greqisë, Kipros dhe Izraelit, pavarësisht se unë mendoj që Izraeli do të riqet nga kjo përplasje. Do të riqet? Absolutisht, sepse Izraeli nuk është vend i NATO-s dhe duke mos qenë vend i NATO-s, do të lejojë vetëm këto 2 vendet NATO-s, pra Kipron dhe Greqinë, që të përplasen me Turqinë si vendi i NATO-s, sepse në rast se do të përfshihej edhe Izraeli në këtë aspekt, atëherë do të ndryshonte komplet struktura e veprimit politik dhe ushtarak të NATO-s në këtë aspekt. Pasi Izraeli nuk është antar i NATO-s. Dhe kjo do të sillte probleme të mëdha politike, qoftë për Izraelin, qoftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe për NATO-n si organizatë politike më vete. Për këtë arsye unë mendoj që është thjesht simbolike veprimi i kësaj, është për nevojat e Izraelit në aspektin e stërvitjes, sepse Izraeli aktualisht kërkon një thellësi strategjike për stërvitë trupat veta, sepse nuk e ka. Këtë thellësi strategjike është duke e marrë nëpërmjet Greqisë dhe Kipros, pra që të përdori hapësirën ajrore, detare dhe toksore të këtyre vendeve për nevojat të stërvitjes së trupave të veta dhe për nevojat të përqendrimit të forcave të veta ushtarake, sepse Izraeli e kuptoi një gjë, pse i dha zor ta bëjë këtë. Në luftën ndërmjetësore e pa që Izraeli nuk kishte thellësi strategjike. Pra Izraeli është një vend pa thellësi strategjike dhe çdo objektiv ushtarak mund të jetë i goditshëm dhe mund të jetë objekt i goditjes dhe target i goditjes të Iranit. Pra çdo lloj rakete iraniane mund të mbrojnë çdo lloj objektiv ushtarak Izrael në Izrael pa asnjë lloj problemi. Pra pa këto 12 ditë. Dhe për këtë arsye kjo tregon që Izraeli s'ka thellësi strategjike dhe për këtë arsye duhet krijojë një thellësi strategjike. Dhe si e krijon këtë thellësi strategjike nëpërmjet marrëveshjeve 2 palçe, 3 palçe me shtete të tjera amike, ku ti mund të vendosësh forcat të tua ushtarake. Dhe për këtë arsye çfarë do bëj për shembull, një pjesë të forcave të saj detare, një pjesë të aviacionit të saj që i duhet, pra aviacion strategjik, mund të vendosin në bazat e Kipros edhe në bazat e Greqisë F-35-at. Pra në vendosin F-35-at, ti lëj atje. Pra në mënyrë duke siguruar mbrojtjen e tyre. Prandaj po krijon thellësinë strategjike për nevojat e veta për përplasje nesër ushtarake me Iranin. Pra që çfarë lloj përplasje të bëjë nesër me Iranin, mund të largojë disa, mund të largojë nëndetëset, mund të largojë luftanijet e veta që ka, dhe mund të largojë avionët e vet F-35 që i ka avion të goditje strategjike, ti vendosin në këto bazat greke atje në kuadër të kësaj veprimtarie. Pra e justifikon që u vendosën në kuadër kësaj veprimtarie, por në realitet po e bën vetëm për interesin e vet, për këtë qëllim. Pra është duke shfrytzuar interesin grek dhe kipriot në përplasje politike me Turqinë për interesin e vet strategjik, por në një përplasje të mundshme nesër ushtarake, Izraeli nuk bëhet pjesë e kësaj përplasje sepse ndryshojnë raportet politike nesër në NATO dhe kjo cënon ekzistencën e NATO-s automatikisht. Ndërkohë Greqia drejtazën bën përshtypje kjo armatosja e Greqisë ka marrë fregatën Kimon nga Franca me lexova. Dhe këto duhet ishin pamjet, ajo që pam që parë. Fregata Kimon është një nga 3 fregata cilat Greqia i ka
blerë që në vitin 2017, pra ka bërë pagesat që në vitin 2017 dhe në vitin 2019, për blerjen e këtyre 3 fregatave të klasit timon. Fregata janë anije luftarake, si që një tanks ose një tanks dhe blindë bashk në det, pra. Në aspektin e forcave toksore kemi tanksin dhe blindin bashkë që ka disa lloje, ka përdorur në të raketa, përdorur në të artilleri me vjaska, artillerin me vjaska, pra tytat me vjaska, tytat me vjaska, lëshon ka edhe vende ku lëshojnë kështu mortaja, se në pra. Kjo është në det, pra. Luftania është në det. Greqia ka paguar 3 të tilla, bile si vjet në shtator në parlamentin grek u diskutua për të blerë dhe një të 4, por u shty debati për një datë saktuar dhe ajo datë akoma nuk ka ardhur, nuk është bërë. Janë paguar parat, është bërë kontrata në 2017, një pjesa më e madhe parave janë paguar në 2019 dhe në 2019 përcaktuar që fregatën e parë do ta merrnin në fund të vitit 2025. Dhe realisht kjo është fregata e parë që ka ardhur në portet ushtarake të Athinës, por kjo fregatë është sjell vetëm sa për arsye politike për treguar që neve e morëm për arsye politike për të përgjigjur Turqisë, për të thënë që shikon ne e morëm këtë fregatë, por aktualisht fregata nuk ka asnjë sistem armatimi. Dhe javën që shkon, fregata do të niset sërish drejt Francës dhe do të qëndrojë atje 1 muaj e gjysmë dhe do t'i vendoset gjitha sistemet e tjera të armatimit që duhet të ketë fregata, sepse nuk janë vendosur sistemet e armatimit fregatës. Pra vetëm sa ka dalë nga prodhimi industrial i një fregate, pra si janë një, por sistemet e armatimit nuk janë vendosur në të. Dhe bëhet operacionale në fund të shkurtit, kjo fregat bëhet operacionale për forcat greke. Dritan, ndërkohë se më iku në fakt se do ta diskutoja, po me që jemi prapë te Turqia, se me Turqinë e kisha, ka rrëzuar një dron. Si po e shikon këtë përplasjen, le të themi, u goditën këto naftëmbajtëset turke si nga dron Ukrainës, ashtu dhe nga dron rus së fundmi, me që kam lexuar, ndërkohë kemi këtë sinjal të po them unë sinjal të Turqisë, se mund të jetë thjesht një aksident dhe asgjë më shumë se kaq. Ajo ishte po, unë lexova për deklarata e ushtrisë turke përcaktonte qartësisht që kemi të bëjmë me një dron i cili kishte humbur drejtimin, pra, por nuk e përcakton se nga vinte droni. Pa ata e kanë ndjekur me kohë gjatë dronin dhe droni vetëm mund të jenë një ose dron që ka shuar Rusia ose dron që ka shuar Ukraina për të godituar njëra tjetrën, dhe ka raste që dronët çakordohen se nuk janë njerëz, por edhe njerëzit çakordohen. Edhe sistemi i dronit çakordohet dhe ikën nga drejtimi që i ke dhënë, edhe merr një drejtim tjetër dhe fluturon për sa vetë derisa ti mbaroj karburanti, dhe ata e kanë lënë të fluturojë deri në një pikë, deri në një territor ku nuk kishte banim, dhe aty kanë ngritur avionet dhe kanë rrëzuar, por e kishin përcaktuar, pra e kishin ndjekur për një kohë të gjatë mbi territorin turk në detin e Zi, dhe ushtria turke përcaktonte që ishte një dron i cili kishte humbur drejtimin. Pra ishte një dron që nuk ishte lëshuar kastile, por një dron i cili fluturonte sepse kishte humbur drejtimin dhe pastaj e azgjësuan. Pra nuk kemi të bëjmë me një rast. Kemi të bëjmë me një aksident. Kemi të bëjmë me një aksident dhe jo me një mesazh. Kemi të bëjmë me një aksident dhe jo me mesazh. Sepse nuk dihet po thua se kujt pale i përkiset droni. Unë mendoj që turqit e dinë se kujt pale i përket dronit, sepse kanë azgjësuar dronin dhe droni kanë pra pjesë të dronit dhe nëpërmjet pjesëve të dronit i përcakton pak a shumë se kujt i përket, pavarësisht se tashmë të gjithë dronet, edhe dronët rusë, edhe dronët ukrainas, pjesë më të madhe të pajisjeve të tyre i kanë prodhim kinez. Por ama sërish përcaktohet mënyra e ndërtimit, forma dhe gjitha tjera, pra ka mënyra tjera që përcakton. Rusët, pra turqit kanë dieni të plotë se kujt i përket ky dron, por fakti që kanë thënë që droni ishte pra kishte humbur drejtimin dhe ishte lëshuar, unë besoj që e kanë sqaruar me vendin i cili ka lëshuar dronin dhe pastaj kanë bërë deklaratën që kishte humbur droni, kishte humbur drejtimin. Pra është bërë ky sqarim paraprak, prandaj edhe nuk e kanë dhënë edhe të dhënën, po thjesht. Pasi e shikon pozicionin e Turqisë, Dritan, në raport me këtë që po diskutojmë? Nuk shoh që po Turqia në raport me rolin që duhet të ketë Turqia në Turqia vazhdon të mbajë rolin e saj neutral në këtë aspekt, vazhdon të mbajë rolin e saj si ndërmjetës ndërmjet tyre të dyjave dhe pretendon që të bëjë edhe ndërmjetësin duke parë sidomos në aspektin tashmë që Evropa e ka humbur komplet logjikën e saj diplomatike dhe nuk po bën gjë tjetër vetëm se po masturbohet diplomatikisht. Ka kohë që po masturbohet diplomatikisht duke bërë disa takime të saj që quhen nivel diplomatik, por që janë asnjë gjë tjetër. Dhe Turqia e ka parë veten si aktorin kryesor, duke qenë se është një nga vendet anëtare të NATO-s, duke qenë se është vendi i dytë më i fuqishëm i NATO-s, dhe është edhe fuqi rajonale aktualisht aty ku është,
por edhe në aspektin gjeopolitik të ngjarjeve që kanë ndodhur në rajonin në cilin ajo ndodhet dhe në marrëdhëniet që ajo ka ekonomike dhe politike, qoftë me Rusinë, qoftë me Ukrainën, qoftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e shef veten si një vend kryesor i cili mund të bëjë ndërmjetësin e dur nesër në çfarë siç e ka bërë më parë që kanë bërë disa takime në Istanbul, sepse për këtë arsye Turqia në çfarëdo lloj aspekti që ndodhin edhe për ato goditje që juve thatë, Turqia është treguar e frenuar, pra e ka frenuar vetëm për arsye se kërkon të ruaj këtë dominancë ndërmjetësie, pra nuk reagon, pavarësisht se gjithkush mund të prisë që Turqia duhet të kishte jo. Turqit duan të ruajnë këtë pozicion që kanë, pasi ky pozicion që kanë ju jep më shumë përfitim atyre ekonomik, ju jep më shumë përfitim politik, jo vetëm për rajonin, po edhe në aspektin global. Me qartë. Prandaj është një rol që ata e ruajnë me fanatizëm, për shkak të kësaj se nuk duan ta humbin. Prandaj them që çfarëdo që ndodhi, ata sërish do ta ruajnë rolin e tyre. Dritan, se ma kujtoi regjia me një foto që vendosi aty për sa i përket një vendimi, një parajmërimi që edhe këtë e pashte The Times, një parajmërimi që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bëjnë Europës për sa i përket bllokimit apo përdorjes fondeve ruse që janë bllokuar për t'ju dhënë Ukrainës. Më bëri përshtypje që Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë paralajmërojnë Europën për këtë veprim. Ndërkohë Putini sot tha që kjo nuk është gjë tjetër veç se është grabitje për ne. Realiteti është që tillë, pra në rast se ndodhesh grabitje, sepse duhet të themi që nuk ka ndodhur për momentin, pra në letra nuk ka ndodhur. Unë vazhdoj të qëndroj edhe jam i bindur që nuk ka ndodhur sepse për shkak të kundërshtisjes që bëri Belgjika dhe Italia. Kjo është vërtet. Po më çuditi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që paralajmërojnë. Unë jam i mendimit që grabitja ka ndodhur dhe europianët po mundohen në çfarëdo lloj mënyre dhe forme tashmë që ta bllokojnë nesër për gjithmonë që këto para të merren. Pra edhe në rast se arrihet paqja, në rast se mbyllet lufta, të mos merren këto para, pra, sepse ajo çfarë ata kërkojnë të bllokojnë, kërkojnë një shifër të caktuar, pra shifra për 210 miliard. Gjithë sasia e parave që është diku rreth 600 miliard. Që janë para, janë frozen assets, pra janë 600 miliard para ruse të bllokuara, pra jo vetëm para të ngrira, pra janë para asete gjëra të tjera. Përfshin shkon 600 milion. Po 210 milion janë para. Dhe ata kërkojnë të bllokojnë këtë 210 milion. Pra kjo do të tregon që duke qenë se janë të vendosur vetëm për këtë shifër. Unë mendoj që këtë shifër e kanë harxuar. Po. Dhe tashmë po mundohen të nxjerrin diçka që nesër sido që të shkojë puna, kjo shifër të mos jepet më. Pra të thuhet e bllokuar dhe ti nuk e merr dot më. Pra këtë po lozin. Dhe normalisht kjo është një grabitje, realisht është një grabitje dhe kjo i vë fund Bashkimit Evropian i jep fund në aspektin që Bashkimi Evropian ishte një vend ligjor. Pra Bashkimi Evropian nuk është më një vend ligjor. Bashkimi Evropian është kthyer në një fashizëm, jo vetëm për këtë arsye që të këtyre fondeve, po ajo çfarë bën Bashkimi Evropian fashizëm është se këtë hënën që lan pas, Bashkimi Evropian ndërmori një seri sanksionesh për qytetarët të saj. Dhe ajo çka është e frikshme është se u mlodh një parlament evropian dhe votoi dhe sanksionoi 40 qytetarë evropian me arsyen se ata po flasin pro-rusisë. Pra dhe kjo është çmenduri. Këtu jemi në nivelin e një fashizmi. Pra Bashkimi Evropian nuk është më një bashkim ekonomik i vendeve, siç ishte proceduar, po tashmë është kthyer një bashkim ushtarak o politik fashist, totalisht.